Në gjykatën themelore Shkupi 1 nisi sot procesi gjyqësor kryesuesi ku i akuzuar kryesor është kryetari i Këshillit të Komunës Qendër Miroslav Šipović. Përveç Šipovićit, për shpërdorim detyre akuzohen edhe disa antarë të Këshillit Drejtues të shoqatës aksionare Mashinopromet dhe ish punonjës të Drejtorisë të Ardhurave Publike. Nën kryetari i LSDM-s Damian Mançevski tha se Šipovići është i pafajshëm dhe shprehu bindjen se këtë do ta konfirmojë edhe vetë gjykata. Shpresojmë që gjyqi do të veprojë dhe marrë vendim sipas dëshmimeve dhe ligjeve dhe jo sipas diktatit politik të pushtetit. E gjithë rasti ndaj Šipovićit është pjesë e shkeljes së vullnetit të shprehur publikisht të qytetarëve të qendrës gjatë zgjedhjeve të fundit lokale, të cilët i thanë zëshëm jo VMRO-DPM-s dhe projektit Shkupi 2014. Gjatë zgjedhjeve të radhës, ajo që ndodhi në qendër do të ndodhë në të gjithë Maqedoninë. Gjatë kohëzgjatjes së seancës së parë dëgjimore, para gjykatës protestuan këshilltarët e LSDM-s të Komunës Qendër bashkë me kryetarin e tyre Andrej Zhernovskin, si dhe disa simpatizues të LSDM-s. Kryetari i Këshillit të Komunës Qendër Miroslav Šipović u arrestua më 15 tetor në aeroportin e Vjenës gjatë kthimit të tij për në Maqedoni nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai gjendet në paraburgim prej më shumë se 3 muaj.